për atmosferë. Po mirë. Jo, do shkoj këtë lëndrime. Lëndrim. Po. A e ke fitu çmimin në momentin që e ke njohur Klodin? Po. Po. Mirë. Pse nuk e lun lojën tane lëndrim, po e lën veten të ndikohesh dhe manipulohesh nga Klodi? Sepse? Okej, jo, jom pak i blokum, po fatkeqësisht është fix ashtu si është bërë dhe pyetja. Se di pse, po manipulona për i Klodit. Edhe një të fundit lëndrim. Okej. Kur do ta tregosh kush je realisht dhe nëse të jepet mundësia, a do t'i nominosh kok më kok Klodin dhe Elionën? Nëse me jep... Okej, kush? Jam realisht. Po, pra, ta tregosh kush je realisht, thot pyetja, dhe nëse të jepet mundësia, a do t'i nominosh kok më kok Klodin dhe Elionën? Te ajo se kush jam realisht, s'kisha dash ashtë me shtu diçka se benoj që jam jaftushëm real, te pjesa, nëse a kisha eminu... Pas na shumë emocione. Pas ke shumë emocione. Shumë. Pritë të shoh pak, po të dritet buza lartë? Jo, po e bën kastile, nuk... S'ka me emocion, ja mori dorën, ja mori. Ndërsa ta ajo pjesa që a e kisha nominu Klodin edhe Elionën, në varet se në çfarë etapet lojës kishim me qenë, për ndryshe jena në lojë, nështë edhe kisha bo. Okej, faleminderit lëndrim. Labinot Rexha. Wow. Yes, po gati. A mendon se bullizimi yt ka ndikuar që motra jote të mos vi në Big Brother? Jo, as pak.